avokat I lirë ta çka? Ai avokat I lirë, ai avokat I lirë, ai avokat s'ka nevojë për avokat. Ta tha dhe arbitri, s'ka nevojë për avokat. Tani, në një debat për shembull I drejtohet Brikena dhe I kthehet Brikena më saktë Senos dhe I thotë që flas me Ilirin ç'a do ti për shembull, ç'a jeti avokati I Ilirit se ta tha dhe arbri. Tani Brikena e tha këtë pjesë normale, ekziston dhe provokimi dhe Seno I kthehet më mirë avokat e sekretar se janë gjithë mirë arbri, që është vërteta. Se ata pyesnin Ilirin përgjigjesh ai. Nëse më mirë sekretar edhe avokat se sa servil edhe viktima të arbrit siç jeni juve. Siç je ti, I tha Seno Brikenës. Por në këtë lloj komunikimi, Seno po kërkon të gjujë dhe arbrin, po kërkoi të bëj Big Brother brenda dhe Big Brother jashtë. Thuti se arbri është si vjet për parë opinionist. Nëse ashtu e kanë mësuar Senon se nuk ka faj. Gjithsesi, çfarë ndodh këtu tani që s'ka kuptuar Seno edhe shumë e shumë të tjerë aty brenda, po ndoshta edhe shumë na publiku. Brikena parmbrëm në Prime, domethënë të shtunën në Prime, ja bëri arbrit kështu, ja me zemra me gjëra, e falenderoj arbrin për komentin e vërtet që tha kundrejt një mendimi për Brikena ose për situatën që ishte përfshi Brikena. Por para arbrit kishte fol Monika që ja kishte futur pa kot. Dhe tani me atë diplomacinë e saj, me atë butësinë e saj, se brikit futuin poshtë rrogozit I themin në muzikëja. Ajo çfarë bëri, duar trokiti arbrin, tha faleminderit arbrit, bëri zemra arbrit, ndërkohë sepse ishte në një mënyrë indirekte për Monikën që ja ke fut portës kot Monika. E kupton, domethënë më interesojnë shumë mendimet e tua arbër, dhe opinioni jot, duke gjuajtur për Monikën dhe duke ulur Monikën opinionin e Monikës kundrejt saj. Tani Seno këtë e ka marrë për servilizëm. Ndërkohë ajo me zgjuarsinë e saj goditi përdori arbrin për të goditur Monikën, lavdroi arbrin për të goditur Monikën. Por nuk e kuptojnë këta këtu, se s'kan çfarë bëjnë, për shembull dhe shumica e njerëzve kanë parë që nuk e kanë kuptuar këtë pjesë. Jo se Briki është bërë servil e arbrit absolutisht që nuk ekziston kjo pjesë, për ata që e kuptojnë, jo se dua të dalë në mbrojtje të Brikit, por ç'është e vërteta, në realitet, në atë lojë më shumë Seno në lojën e tij është bërë si sekretar ose avokat I Ilirit, ashtu siç e tha dhe arbri, jo vetëm neve, po atë e tha dhe arbri në Prime. Kështu që tani I vjen keq atij kur Briki ja përdor këtë pjesë dhe normale ja përdor, mirë bën që ja përdor se fundi fare u tha aty në Prime, u tha në atë shtëpi, nuk është se është diçka në jashtë apo nga jeta private. Por kjo tendenca, ky insistim I madh I Senos që po shikoj unë për të pasur një përplasje me arbri në Prime, e shikoj në mënyrë insistuese për të arritur këtë qëllim. Nuk ka faj, sinqerisht, për kokën time nuk I vë faj Senos, se ashtu e kam mësuar nga jashtë ndoshta. Dhe me që biri arbrit ti, arbrit kthehet ty, pastaj populli bët me ty, ti del ajo viktim. Sa jemi regione 5 vjet, viti 5 si vjet, që komentojmë dhe japim opinione për sa I përket këtyre dinamikave rreth personazheve VIP që janë në formatin e Big Brother VIP Albania. Kështu që jemi regjune me këto. Iku e muhabet. Iku. S'ka më. Nuk I ha këto petlla I. Nuk I ha këto petlla arbri, babam. Arbri është CEO I Bigut. Nëse, ai që ka mësuar Senon mbaj shnim vlla.